Kurani është udhërefyes si rregulla gjenerale, se na rregullon baraspeshën mes anës të brendshme tonën dhe anës të dukshme. Për shembull, zakonisht në dynja ka njerëz që anojnë herë ka spiritualiteti, ajo shpirtënore, apo ajo fizike, ajo e dukshmeja. Njerëzit jepen mas hajës, mas sportit, për shembull, thonë duhet me udhon mas sportit fizikisht me kon të fuqishëm për me jetu gjatë. Para 1 muaji në Shkup vdiq bodybuilderi më i madh i Maqedonisë. Ushqeheshte shëndetshëm, vazhdimisht merrej me ushtrime fizike trupit të tij, vdiq. Do thot, ushqimi i shëndetshëm, kujdesi për trupin se mbrojtje nga vdekja, kërkan se mbron. As agjin takva, as gjallin e ri besimtar nuk e mbron asgjë nga vdekja, se vdekja është kanon që Allah e ka caktuar dhe atij kanonit askush mund të shpëtu. Amai i jepej vetëm anës fizike dhe mendonte se duke ushqyer mirë edhe duke ushtruar trupin ka jetu gjatë. Dëshiri. Tjetri jepet veç asaj shpirtënore, edhe e lën pas dore atë fizike. E Kurani është ai që neve na mëson me rregullu balansin, baraspeshën mes kujdesit për shpirtin ton edhe kujdesin për trupin ton. Mes kujdesit për ndjenjat tona, emocionet tona dhe kujdesit për sjelljet tona. Shifne, për shembull, ti gëzohesh shumë për një lajm të mirë. Pse gëzohesh ti shumë, a ki drejt, për shembull, me thonë një fjalë që i dhënon Zotin, nuk i drejt. Ose i dhrohesh shumë, emocion, a ki drejt pse i dhënohesh shumë ti me vra me prej, s'ki drejt. A këto ndjenjat, emocionet edhe veprat, sjellja. E bën balansin, gëzimi jot duhet mu manifestu me falëndrim ndaj Allahut. Hidhrimi jot nuk duhet me qenë aq i madh që me të bën sebeb ti me vra me prej. Duhesh me kontrollu. Është balans. Balans mes besimit tanë dhe jetës tënde. Parimet tuja nuk lejon asnjëherë me i shkel pa marrë parasysh atë ka dhonë Allahu ty pare pushtet, apo Allahu ty të ka dhonë sprova, burg edhe telashe dhe vështirësi. Andaj besimi jam tregohet edhe kur jam nalt edhe kur jam poshtë. Edhe kur kam fuqi edhe kur jam i dopt, e tregoj besimin tem. E këto gjona i rregullon në mënyrë të jashtëzakonshme, të mrekullueshme Kurani fisnik.